الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه. هم falënderimet tona të panumër të qofshin për Allahun dhul gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumta qofshin bimë të zgjedhurin e njerëzimit Muhammedin alayhi salam, familjen e tij të pastër, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata që e ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, jemi sot në hutbën e 6 me radhë të temës që jemi duke fol rreth teubes. Këtë temë që kemi thënë se e vërtet meriton çdo njeri prej nesh ta ketë preokupim të vetin, edhe ta ketë prej prioriteteve më të ngutshme do thot në jetën e tij. Në hutbet e kaluara, atë që e kemi fol, besoj se kemi ardhur në përfundim të kuptojmë se teubeja është e nedem, e para dhe thot se është pendim, e dyta se ajo është el azm, është vendosje e fort, vendosje e sinqert për të tërhequr, edhe e treta është el iqla që e kanë thënë dietarët, tërheqje edhe largim konkret nga mëkati apo mëkatet eventuale në të cilat kemi qenë deri në momentin e caktuar. Këto trija i kemi spjeguar në herën e kaluar dhe kemi thënë se këto janë shtyllat e teubes, shtyllat e pendimit pa të cilat nuk ka mundësi eventualisht me u llogarit se teubeja është ajo që Allahu po e përshkruan në Kur'an e teubetun nasuha. Teube e plot, teube e sinqert. Por sa i përket kushteve të teubes, dietarët kur kanë folur rreth kushteve të teubes kanë thënë se edhe kanë përshkruar ato se hije an turad al-madhalim ila ahliha wal huquq ila ashabiha. Kushtet e teubes janë të kthehen pa drejtësit atyre ndaj të cilëve është bërë ajo, edhe të drejtat edhe aspektet e gjërave materiale eventualisht tek ata të cilët kanë qenë posedues të vërtet. Me këtë neve do thot besoj se nga hutbet e kaluara atë që kemi fol, kemi kuptuar se kur fjala e teubes për mëkatet, ndahet ajo në mëkatet e vogla edhe në mëkatet e mëdha. Sa i përket mëkateve të vogla, kemi thënë se aspekti i disa mekanizmave që Allahu xhaleshanuhu na i ka lënë në dorë, disa ibadeteve, veprave, janë ato të cilat në mënyrë të drejt për drejt pa u ndal neve tek mëkatet në fjalë, ato biidhnillah e bëjnë të veten në fshirjen e tyre. E që janë namazet, nëse i kemi prezente inshallah 5 kohët e namazit, Xumaja, Ramazani, e ka dhe disa gjëra të tjera, prej tyre vet abdesti, e sa prej bëmirësive që kemi thanë, e që Allahu i përshkruan në Kur'an innal hasanati yudhibna sayiat, vërtet të mirat që ju i bëni biidhnillah i fshin edhe i largojnë të këqijat eventuale në të cilat keni ra. Po madje kur fjala tek bërja e apo te fshirja e mëkateve të vogla, madje Allahu xhaleshan në Kur'an na njofton se edhe vetëm të ndalurit edhe të ruajturit ton prej mëkateve të mëdha, biidhnillah na garanton se Allahu xhaleshan nuk do të na pastron prej mëkateve të vogla. Prandaj edhe porosit në Kur'an e thot in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Thot nëse ju jeni ata të cilët largoheni prej asaj që neve u kemi ndalu prej mëkateve të mëdha, atëherë thot neve do t'u afalim juve mëkatet e vogla në të cilat do të bëni domosdoshmërisht. Se është cilësia e njeriu, kemi thënë, e birit të Ademit që mundet para në to prej të voglave. Të tilla thot biidhnillah Allahu xhaleshan do t'u afal vetëm me largimin e juaj nga mëkatet e mëdha, mandej edhe wa yudkhilkum mudkhalan karima, edhe do t'ju fut Allahu xhaleshan juve në një vend do që është vend fisnik, është fjalës se do t'ju shpërblen me xhenetet e tij. Do thot inshallah Allahu na bën prej të tillëve. Është ajeti i 31 në surën An-Nisa. Kur është te këto mëkate do thot inshallah, ky është problem më i thjeshtë dhe më i vogël.
Por çka të bëjmë me mëkatet e mëdha nëse eventualisht do thotë neve jemi duke rënë në to? Mëkatet e mëdha, këtu është çështja do thotë që duhet mirëmi me këto kushte që po dojmë me i cek sot të pendimit apo të teubes, e që kanë të bëjnë me mëkatet e mëdha, të cilat nuk po mjaftoj kanë gjithmonë vetëm se çështja e pendimit edhe tërhiqjes nga do thotë eventualisht ai mëkat në të cilin kemi qenë. Por këtu kemi të bëjmë me disa aspekte që kanë të bëjnë edhe me aspektet e njerëzve, me aspektin e të drejtave, qoftë ato që kanë të bëjnë me hukukullah, të drejtat do thotë e Allahu xhaleshan që janë ndaj nesh, po edhe kemi hukukul ibad, të drejtat e robëve që e kemi do thotë në ndërmjet veti. Neve kur kemi të bëjmë me pendimin që ka të bënë me aspektin e të drejtave që Allahu xhaleshanu i ka ndaj nesh, e dim se edhe këto në të njëjtën kohë ndahen në dy grupe. El ma'murat edhe el mahdhurat. Çështja e asaj që kemi qenë të obliguar me vepru, që o dasht me kry si obligim ndaj Allahu xhaleshanu e që eventualisht se kemi kry, për këte pendohemi. Edhe për këte, edhe është e dyta, çështja e asaj që kemi qenë të ndaluar ta veprojmë e që e kemi vepru. Sa i përket të dytës, kur fjala të pendimi ynë me ato tri kushte që i kemi cek, me ato tri shtylla, nëse pendohemi në atë mënyrë kur fjala për këto që Allahu na ka obligu me i kry, na ka ndaluar dhët me i krye, kur fjala të harame, çështja e alkoolit, aspekti i narkomanisë, zinas, s'di sa gjërave të tjera. Nëse neve në këto gjëra do të pendohemi biidhnillah vetëm të ndalurit ton, ti thojmë vetes në një ditë stop nga këto vepra, edhe pendimi i sinqert edhe ndalja është e mjaftueshme. Edhe besojmë se Allahu xhaleshan do të na falë. Nëse e kemi ndërprerë këtë çështje dhe nuk i kthehemi biidhnillah. Por kur o fjala për ato të cilat kemi qenë të obliguar me i kry e si kemi kry, te këto dietarët janë ndarë në dy grupe, edhe dietarët e hershëm edhe këta të bashkohorët. Për veprat që neve kemi qenë me farze që kemi qenë të obliguar, bje fjala namazin, o çështja e agjerimit, e sa zeqatit, e sa prej obligimeve që o dasht në mënyrë praktike me i kry, ne e si kemi kry. Me këto çka të bëjmë? Për to kur o fjala, disa prej dietarëve edhe të hershëm kanë thënë se edhe nëse është fjala për vite, 10 vite, kemi shembuj të njerëzve që i ka bërë 30 vite, 40 vite, 50, 60 ndoshta i ka bërë kur kryt sejdë se ka qit. Po ja ka desht Allahu xhaleshanu një ditë më u kthjell. Edhe e ka pa veten se nuk shkon më pa namaz. Si me i thon vetit musliman, me i thon Hasan e Hysen, shahadet po bjen, namaz kur nuk fal. E ka kuptuar se s'ka mundësi thot musliman me qenë pa namaz. S'paku me qenë do thot musliman i kompletuar. Prandaj edhe është pendu ky njeri. Por pendimi i tij, disa prej dietarëve kanë thënë se është i kushzuar me çështjen e faljes kaza do thotë të namazeve që i kanë mbet. E që kur fjala për rastet e këtilla që janë të shtyrë në mosh, e i cili ka pas 30 vite apo 40 vite namaz ka fal, me fillu me i fal kaza, bukur një punë e rëndë është. Por ja se disa e kanë pa këtë mendim. Por shumica e dietarëve edhe sot, po prej të vjetërve edhe prej të rive, e që e shohin mendimin tjetër që prej të vjetërve është Ibn Taymija radiallahu anhu, prej dietarëve të bashkëhor doktor Kardavi e sa prej dietarëve, e shohin se kur fjala për namazet, nëse eventualisht njeriu i till ka mbetur dhe sa fal kur dhe tani është pendu, të tillit kanë thënë se i mjafton inshallah që Allahu xhaleshanu me e pranu teuben, pendimin e tij, nëse ai vërtet është penduar sinqerisht, edhe prej kësaj dite nuk e lejon veten asnjë farz me i kalu. Po edhe në të njëjtën kohë mundohet sa më shumë me i shtuar do thot nafilet edhe sunetet, mos me i lan edhe sunetet e namazeve, sa më shumë me fal nafile, por jo në emër të kazas apo në emër të kompenzimit të asaj që e kemi fal. Por mundohet me e shtuar nafilin duke e ditë kalushmën e tij, që i kalon mangu gjitha këto, atëherë prej tash nuk e lejon veten me lan asnjë namaz me një fjalë, po edhe në të njëjtën kohë i shton sa më shumë do thot çështjen e nafileve edhe punëve do thot vullnetare e suneteve të pejgamberit asam, këto do thot të cilat po them se vërtet janë të domosdoshme. Nëse kështu veprohet inshallah kemi ymët të madh se Allahu xhaleshanuhu teuben e të këtillve biidhnillah ka me pranuar. Ndërsa
kur kemi të bëjmë me aspektin e të drejtave ndaj robërve, e që edhe këtu duhet të kemi kujdes të madh. Se kur kemi do thot neve hak ndaj njëri tjetrit, në allazhverishin ton që thojmë do thot ditore, mujore, javore, në këto aspekte duhet kemi kujdes edhe të dim se nuk na mjafton vetëm se teubeja, o Zot falna, i kam bë dëm filanit, i kam marrë me një farë gjëra, i kam marrë borxhe, as se kam pas gajlën për to. Merr një herë, merr dy herë, kanë kalu vite, 10 vite, 20 vite, unë fare nuk ndëgjoj për te. Për këto haqe, keni kujdes se nuk mjafton vetëm pendimi edhe me i qudurtu, o Allah falna. Sa do që tjetë kjo teube e sinqert, duhet të dihet se është e kushzune, en të reddel me dhalim ila ehliha, duhet të kthehen të drejtat spari robëve në këtë rast. Pendimi është i domosdoshëm, por me kush që ato të drejta, do thot ato haqe që eventualisht ja kemi njëri tjetrit, duhet gjithsesi që të realizohen edhe të kthehen ato. Prandaj me këtë kanë thonë do dietarët edhe vetë zeqati, i cili është hak ndaj Allahut edhe hak ndaj robëve. Se po është farë që Allahi po na porosit me te, po është ajo edhe e drejte e robëve. Innema sadakatu lil fuqarai wal masakin, do të grupet që Allahu xhaleshani numëron në Kur'an, ato të cilave u takon zeqati, të varfërve, të ngradve, udhëtarve, sene, gjana kretë këto duhet ta dim, do që edhe për këtë zeqat që e kemi lanë, ndoshta 5 vite, 10 vite, sa vite që se kemi nxjerr fare, e kemi qenë të ngarkuar me te, duhet ta dim se nuk mjafton na me thonë, o Zot, po pendohna sot që se kom dhanë zeqatin që 5 vite, 10 vite, edhe Allah falma. Po biidhnillah Allahu ta fal, vetëm se duhet me marr digitronin, se pak me laps ndoshta na vjen marrën, edhe çka me llogari do thot krejt atë pasuri që e ke, edhe ajo që të ka taku gjatë viteve të kaluara, edhe me nxjerr të tërën me dhon në ato destinacione për të cilat Allahu na ka caktuar thot në Kur'an. E është padyshim që është e rëndë kjo. Padyshim që nuk është e lehtë, sidomos kur fjala e pasurisë, për të cilën Allahu po na përshkruan neve njerëzve, wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ju po jeni ata të cilët e doni pasurinë me një dashuri të flaktë. Jeni dhënën pas pasurisë, pas dynjas, çdo njeri, edhe musliman. Por megjithatë, ka prej të tillëve të cilët janë të dashuruar më shumë në ahiretin. Ata të cilët e mendojnë do hat çështjen e ahiretit edhe asaj që Allahu ka përgatitur atje, e kuptojnë se kjo dynja me të tërën që ka ekziston në te nuk vlen asa një krah i mizës. Ashtu Allah na njofton. Edhe këte e përkujtojnë ata të cilët e kanë synim të vërtet të vetin ahiretin. Për të tillët kalohet kjo vështirësi, e cila ka mundësi vërtet një pasuri bukur të mirë me obliguën këtë rast, kur e kalon pas dore, që tani me ju dasht për i herë me nxjerr. Nuk është e lehtë padyshim, por edhe nuk është e vështirë për ata të cilët e kanë synim të vetin ahiretin, e nuk e kanë këtë, e cila është vërtet tepër e shkurtë. Po në të njëjtën kohë kur fjala e individëve në mes veti, i ka marrë borxh vllau tem, do thot para sa viteve, për m'ia kthy mas një muaji, hiç më larg, o bo vite, o bo 2 vite, 10 vite. O Allah falma. Padyshim Allahu na fal birnillah, por me kusht që unë do të më shku me atroki derën atij vllaut tim. Edhe me i thamë, Allah, kështu ka ndodhë. Edhe qka, kam pas x probleme. Të ketë qenë, qka të ketë qenë, dhëtë probleme e sen, sot më e kom kuptu vetën, e kam pa vetën. Ta lypi halalin që thëtë populli jonë, dhëtë kërkojmë falje prej ti, kërkojmë halal prej ti, po edhe të njëjtën ko, që pasuria që dhe të të haku, të cilin me një fjalë, ta kam pas apo që ta kam marrë. Pa e bërë këte, mos në mojmi ymët me një fjalë në aspektin e pranimit të teubes, kur kemi hak, do thot daj, robërve në të njëjtën kohë. Prandaj, haket edhe të robëve ndahen në haqe materiale, po edhe në haqe dhe thot morale. Për aspektet morale, do thot në këtë mënyrë duhet, çka do që tjetë ajo që neve i kemi bërsh njëri tjetrit, duhet ta dim se teuben ton, pendimin ton, duhet me e pasu me edhe larjen e borxheve materiale që ja kemi njëri tjetrit. Po kur o fjala për aspektin e borxheve morale, a thu se kemi edhe borxhe morale në mes veti? Vallahi kemi edhe ndoshta këtu shpesh herë po janë edhe më të shumta se sa borxhet materiale. E ndoshta borxhet morale janë nganjëherë shumë më të rënda me i lanë mes veti se sa borxhet materiale.
E borxhet morale janë kur neve me një fjalë kemi shpif ndaj njëri tjetrit diçka. Kur neve kemi qenë në gjendje me gëny për vllahun ton, do thot pa të drejtë. Kemi qenë në gjendje me bo gibet, me përgoju, me marrë përgoje, do thot me një fjalë vllahun ton, me vite të tëra, veç për shka për izilin, për inatet, për smirat e ndryshme të cilat i kanë bjell në ne shejtani, gjëra këto të cilat për fat të keq e di se i kemi shumë prezent. A thu për këto si mu pendu njeriu? A thu se për këto mjafton veç me ngrit durt edhe me lut Allahun xhaleshanu? Edhe për këto nuk mjafton kjo. Edhe për këto pas këtij pendimit të sinqert, neve duhet të dimë dohet se çka duhet ti drejtohemi të tillit. Edhe të shkojmë tek i tilli se pejgamberi alayhis salam thot men kanat indahu madhlamatun li akhihi min irdihi aw min shay'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Thot ai njeri që i ka ndonjë të drejtë, i ka ndonjë borxh, i ka bërë ndonjë pa drejt vllau të vet musliman. Qoftë ajo në aspektin po thot moral, qoftë në aspekte tjera që janë materiale. Po në të dy anët. Thot falyatahallalhu minhu al-yawm, le t'ja lyp halalin thot atij sot. Para se të vjen nesër mja, para se të bëhet vonë atij që të vi dita kur thot nuk do t'i bën punë as dinari as dirhemi. Cila është ajo ditë? Është dita e ahiretit, është dita e gjykimit. Në atë rast kur in kana lahu hasanatun ukhidha minhu biqadri madhlamatihi. Thot nëse ky njeri ka prej të mirave të veta që i ka bërë, thot do t'i mirën atij edhe do t'i dhëhen atij të cilit i ka pas borxh. Wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alayhi. Thot po nëse eventualisht ky njeri i harxhohen të mira që i pat, ju murën që ato të mira që i pat, po endes po e kryen borxhin. A thu si shka, mos nuk ka zgjedhje edhe mas kësaj. Thot atëherë mirën të këqijat e atij që i ka pas borxh, edhe i vihen këtina se ky mashallah shumë pak ka. Tani i mirën prej të këqijave të atij edhe i vëhen thot këtina si kompenzim do thot i asaj çka ai ka pas borxh, qoftë në aspektet morale, qoftë në aspektet do thot materiale. E nuk ka dyshim se burrni e madhe kishte me qenë kur neve pendohemi për këto gjëra edhe jemi në gjendje me i shku vllau tonë dhe me i thonë bre vlla, po unë jam çaj që kam qenë i ktill. Të kam shpionu. Kam bo gibet për ty. Kam fol këte, po kreti kam bo. Edhe ti e din me siguri edhe fort mirë dhe din fort mirë këtë punë. Po çka? E kam pa veten bre vlla. E kam pa veten se kush kam qenë dhe në çfarë gjendje kam qenë. Por jashtë deshti Allahu xhaleshan që më nuk vazhdoj me një gjë të tillë. Nuk e lejoj veten të thotë çka jam kthjell sot. Jam pendu sinqerisht tek Allahu xhaleshan, nëse ti më fal, unë kërkoj do të me një fjalë leje të ma bësh halal. Ma mërmenja se nëse neve jemi qasi burra dhe kemi qasi energji e force me kërku prej vllau ton, vallahi edhe ku me di çfarë pa drejtë nëse ja kemi bo, ma mërmenja që pak iman nëse ka, nuk ka mundësi kallaj mos më ne bu halal. Problemi është që nas po jemi i kemi zemrat e ngurta, po jemi në gjendje me i kërku falje vllau ton. Se nëse jemi në gjendje na me bo një gjë të tillë, bindillah jam i bindur që s'ka asnjëri prej nesh që s'kishim ja fal njëri tjetrit. Qoftë në aspektet materiale, kur ajo edhe realizohet në aspektin material, po edhe qoftë në aspektet hot morale, kur kërkojmë prej tij. Po edhe pas kësaj nuk mjafton vetëm me kaq, po neve pas kësaj bindillah mundohemi tash me e pastrua atë faqe të zezë që e kemi regjistru para veti, tani duke filluar edhe s'ka me e fol të vërtetën për vllaun ton. Me fillu thot me e fol hakun për vllaun ton, jo me fol fjalë të ulta e fjalë të pavërteta, e gibete, e do thot shpifje, e akuzat të ndryshme, me të cilat për fat të keq po jemi të angazhuar. Po prej këtij momenti un filloj çka? Të kundërtën e asaj e veproj kur o fjala për vllaun tem. Domethën kur është çështja e borxheve, qoftë në aspekte materiale, qoftë do thot morale, le ta dimë thot se edhe hadithin që e ceka në fillim, e që e transmetoi, që e thot pejgamberi alajhissalam që është prej haditheve sahiha, po njofton pejgamberi alajhissalam po thot yughfaru lish-shahidi kullu dhan. Thot shahidit bi'nillah që ka ra në mejdan duke ngrit fjalën e Allahu xhaleshanuhu. Thot të tillit do t'i falen të gjitha mëkatet, me përjashtim të borxhit. Madje edhe mëkatet e mëdha llogariten shahidit bi'nillah që kanë rënë to
si mas dietarëve islam se të tillë biidhnillah kanë më falë edhe mëkatet e mëdha. Por kur o fjala për borxhin, ky mëkat pejgamberi sa po na njofton në këtë hadith që transmeton Muslimi. Po në një rast tjetër, pejgamberi alayhis salam një prej sahabëve kur u ka folur për çështjen e rolit edhe çfarë shpërblime do të kenë shahidët në ditën e gjykimit, pejgamberi alayhis salam e cek çështjen e faljes së shahidëve në aspektin e përgjithshëm. Edhe njofton njërin prej sahabëve i cili pyet për këtë çështje dhe intereson me ditë se çfarë do të ketë, çfarë shpërblimi do të ketë shahidi, dëshmori në rrugën e Allahut xhaleshanuhu. Prandaj e njofton në aspektin e përgjithshëm. Por në atë moment i zbret Gjibrili pejgamberit alayhis salam, edhe i thot ille dein. Me shka dhe shifet edhe shpejtësia që Allahu i ka mundësu Gjibrilit në lëvizje prej qedrave të ndryshme, po në tjetën kohë aspektin e intervenimit kur o fjala e aspektit të dispozitave të Allahu xhaleshanuhu. Edhe e thret atë njeri pasi që dënë të argohet, e thret pejgamberin sa thot si të thash, thot mjoftove ja Rasulullah se shahidit i falen të gjitha mëkatet. Thot po, thot me përjashtim, thot të borxhit. Borxhin le ta din do thot secili se nuk ka as koha e gjatë, as 10 viçi, as 50 viçi, as 100 viçi, nuk e lan. Ai mbetet në qaftonën, madje edhe nëse hasmi dhe tani dhe ata të cilëve u kemi pas borxh, eventualisht nuk janë fare në mesin ton. I dim njerëz që ju kemi pas borxh kanë ndru jetë. Allahu me iman inshallah, çka të bëjmë tani? Dietarët kanë thënë se në këtë moment nëse ti tani je pendu, duhet të hulumtosh rreth pasardhësve të tyre. Kush janë pasardhësit të tyre dhe atyre më u shkon derë. Edhe haqet të kthehen të tillët, edhe ta lutsh Allahun xhaleshan që inshallah me të fal. Por këtë duhet gjithsesi me e bërë. Po nëse edhe kjo nuk ndodh, nuk jenë gjendje as me ditë se kujt i ke pas. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, që është njëri prej sahabëve të pejgamberit alayhis salam, një ditë ka dalë prej shtëpisë vetë dhe po blen diçka do thot në treg. Edhe në atë rast është duke e ble prej një njeriu do thot një mall me e qujt. Edhe pasi që u godit me te, edhe e mori mallin, hyri në shtëpi dhe në atë kohë do thot çka ka qenë do thot çështja e monedhës prej sërmit që thojmë ne, min el fidda. Ka hyrë dhe ka filluar me i mat parë që mja qit ati njeri thot për cilit e blejti mallin. Deri sa e mati thot në shtëpi dhe doli jashtë, kur doli nuk e gjeti njeri. Ka heca i njeri. Ka hec kë ka fillu me thirë, o njeri me një fjallë, o kush ishte që i bleva mallin sen, s'ka njeri, shkaj humbi. Ka prit një kohë duke hulumtu se do t'i lajmërohet ai njeri. Ka pyet njerëz me një fjallë që e kam ble këtë sen, këtë mall e kam ble, duhet t'ja paguaj njerit, po s'po lajmërohet, kanë kalu vite të tëra. Atëherë kur kanë kalu vite të tëra, ky çka ka bëu ka dalë thot edhe për i drejtohet edhe pi thot Allahu xhaleshanuhu, o Zot thot, janë duke dhënë këtë pasuri si sadak në emër të atij njeri prej cilit e kanë ble këtë mall. Jo që unë po bëj sadak, s'është sadak e jamja. Po e dho këtë pasuri sadak që ti çka ta llogarish për atë njeri që e kanë ble mallin me një fjalë se ai është duke dhënë këtë sadak, se është pasuri e tina. Prandaj inshallah ja llogarit një prej shpërblimeve të dhënies së sadakës prej atij njeri, jo prej me, se s'është pasuria jamja kjo. Nëse smujmi me i gjetë, e sidomos kur o fjala e tregtarëve, dyqangjive, ata të cilët punojnë në treg, në matje që kanë ditë thot me qëllim, në vend 1 kilograme gjithmonë me bën 900 gram, apo 800, apo s'di sa, apo tjerë që kanë ditë thot kur mos më u kthy kusurin që thojmë neve, në shterinjve, por tani e kanë pa veten edhe ta shpendon, po ku më i gjetë thot me mia njerëzve ju kemi bërë një gjë të tillë. Atëherë çka mos shkofshin gjendje këtë me bu, atëherë duhet me llogarit çka e llogarisëm se e vërtet e kemi marr pa të drejtë prej njerëzve, edhe çka me dhon sadak. Me dhon sadak, po jo sadak se un po bëj sevap. S'ke kur fa sevapi prej saj. Po me dhon sadak me njet thot për çata njerëz të cilët vërtet ju ke bë pa drejtë që Allahu xhaleshan të tillë dhe me u llogarit në veprat e tyre të mira. Nuk ka rrugë të mbyllur në Islam vetëm se është çështja thot e asaj se neve duhet t'i gjejmë çelësat e hapjes së zemrave.
Duhet të dim, do thotë se vërtet dera e teubes biidhnillah është e hapur deri në momentin e fundit. Inshallah Allahu xhaleshan na bën për atyre që vërtet pendohen sinqerisht, edhe duke i marrë parasysh edhe shtyllat e teubes, po edhe kushtet të cilat i cekum sot. Inshallah edhe në hutbën e ardhshme që do të jetë e fundit, do t'i cekum edhe disa shembuj do thotë madhështor, të cilët tregojnë për atë se çfarë kolos kanë kaluar thotë para nesh, po edhe të kësaj kohe, të cilët vërtet na tregojnë se si zbatohet në aspektin praktik tauba edhe pendimi I sinqert. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu samiun mujib.